Ndonë se jemi në prag të stinës së dimrit, e fundjava e parë nëntorit do të sjellë mod të ngrohtë dhe temperatura të pazakonta për këtë periudhë. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, termometri do të ngjitet deri në 26 gradë Celsius, rreth 5 deri në 6 gradë më lart se mesatarja tipike e muajit nëntor. Të dielën pritet të kemi vlera termike shumë të larta për stinën, me moto kryesisht të kthilt dhe temperatura që në disa zona do të arrijnë 26 gradë Celsius. Në mbrëmje, megjithatë, do të ketë zhvillim të vranësirave, çka do të shënojë fillimin e një periudhe disi më të paqëndrueshme gjatë javës së ardhshme, parashikojnë ekspertët e motit. Ndryshe nga tetori, nëntori pritet të jetë relativisht i thatë, megjithse ky është zakonisht një nga muajt më të lagësh të vitit në klimën shqiptare. Deri në datat 14-15 nëntor, reshjet do të jenë të pakta, ndërsa ditët me diell do të mbizotrojnë në pjesën më të madhe të qarkut Kukës. Në përgjithësi, kjo fundjavë do të ketë karakter pranveror më shumë se sa vjeshtor, duke sjellë një zgjatje të ndjeshme të motit, të ngrohtë përpara se temperaturat të kthehen gradualisht në vlerat tipike të nëntorit.